Mi falenderit deputet Kuvend Republikës Kosovës në mënyrën se si kryeministri Mustafa e lexoi ta shuaj ose informatës e raport varësisht çu përgjigjet juve dhe tonaliteti që e përdori fjesë të qartë se as ky nuk e besonte asaj që thoshte, e lere më ta besojmë ne. Po në farë mënyre dashim na bë me dije që mos i besoni fjalëve të mia sepse asun vetë nuk ju besoj. Kjo që ka mungon të ishte në ekran i madh këtu prapa nesh që ku një sy i madh i animuar do të na bënte me sy kështu. Ose këtë punë ka mujt me kryer edhe Kadri Veseli, i cili e kemi pasur që ka një aftësi të konsiderueshme në këtë drejtim. Është e qartë që tash po flasim për një takim që ka ndodhur mes kryeministrit të Kosovës dhe kryeministrit të Serbisë në Bruksel, në të cilin ka ardhur me ose është nënshkruar ose parafuar, varësisht se si ka ndodhur aty, një marrëveshje e shkruar, pra një marrëveshje tekstuale, e cila është raportuar herë tjetër me 14 pika, disa kanë thënë që është 15 pika kështu me radhë, dhe teksti i së cilës ose një prej versioneve të së cilës është nxjerrur nëpër mediat e Republikës së Kosovës, e cila i përmbledh 14 pika. Dhe natyrisht që tash duhet ta diskutojmë këtë marrëveshje. Po duhet ta diskutojmë këtë tekst të marrëveshjes sepse për këtë po flitet. Ato çështje tjera pastaj të integrimit të Kosovës në BE e të liberalizimit vizave kështu me radhë, ajo është diskutimi i përhershëm i përditshëm që dëgjojmë nga politikanët e Kosovës. Dhe natyrisht që nuk është për t'ju besuar kësaj, e as për ta marrë shumë seriozisht. Po ky tekst i marrëveshjes nuk më është dorëzuar deputet vetë të Kuvendit Republikës së Kosovës. Realisht ne sot këtu nuk e dimë saktësisht se çka përmban teksti. Apo jo, përveç asaj që e kemi mund ta lexojmë në një prej versioneve, nëse ajo është versioni final ose jo, nuk e di, dhe prej asaj që u dëgjua nga kryeministri. Pra unë do t'ia kisha shtruar pyetjen kryeministrit, që nëse e ka pa tekstin e botuar në mediat e Republikës së Kosovës, a është ky teksti final i nënshkruar? Teksti është në anglisht dhe përkthimi pastaj në shqip që e kanë bërë mediat. E dyta, a është marrëveshja e nënshkruar apo është e parafuar? Pra e keni vendos inicialet apo nënshkrimet në tekstin e marrëveshjes. Dhe e treta, në tekstin e marrëveshjes, a thuhet Isa Mustafa, kryeministri i Republikës së Kosovës, apo është nënshkruar në emër personal tëndin, pra si kështu me një lehtësi me cilat i ka nënshkruar pararend si juaj, Hashim Thaçi, marrëveshjet e ngjashme. Po këto janë të rëndësishme sepse po flasim për një proces në cilin na është thënë që Kosova ka hyrë si shtet si palë barabartë në Serbinë, ndërkohë që Kosova nuk po nënshkruan si shtet. E që besa në për imazhet që po i shohim nga daljet e përbashkëta në Bruksel, as nuk po paraqitet si shtet aty. Po flamuri i Kosovës nuk është aty. Ai bie që tash që Isa Mustafa nuk e pranon flamurin e Kosovës, nashta. Po dorën zemra aty Brukseli nuk pranon flamurin e Kosovës, sepse Brukseli nuk e konsideron Kosovën si shtet. Edhe rrjedhimisht Isa Mustafa aty as po shkon si kryeministri i Kosovës, po as po shkon si kryeministri i Republikës së Kosovës, pra si shtet i Kosovës. Çështja tjetër që dua ta ngres është që ju kujtohet besoj, zoti Mustafa, do t'i kujtohet edhe zotit Shala që e kemi aty afër, që me 10 shtator ne kemi nënshkruar marrëveshje me ju, me Aleancën për Armërinë e Kosovës dhe me Nismën për Kosovën, pra një marrëveshje në mes të 4 partive, që atëherë ishin bashkë në një blok që donte ta krijonte një qeveri të re të Republikës Kosovës, të cilën e thoshim zëshëm se do të jetë qeveri plotësisht e ndryshme nga ajo që kemi parë deri tash. Dhe në këtë marrëveshje të 10 shtatorit, nga e cila u bën 5 muaj deri kur të nënshkruajtë marrëveshjen e parë me Vučićin, i kemi disa pika që kanë bënë me dialogun, të cilat shpresoj ti mos keni harruar, po nëse i keni harruar, unë edhe do t'i lexoj disa dhe pastaj e kam një kopje t'ja jap edhe juve se po duket që e keni humbur se dikush ka bërë diçka me të. Në pikën e 5 thuhej që do të angazhohemi për një dialog cilësor, parimor, të përgatitur mirë, të orientuar dhe fokusuar në çështjet me interes për Republikën e Kosovës, duke u bazuar në parimin e reciprocitetit dhe respektimit të ndërsjellë të sovranitetit dhe integritetit territorial të vendit. Kështu thot pjesa e parë e pikës 5 së marrëveshjes së 10 shtatorit, e cila e përmban nënshkrimin e plot, po jo e parafuar, po e nënshkruar edhe nga Isa Mustafa si në cilësinë e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Po kur u përgatit kaq mirë ky dialog që po shkoni? Kur pa të kohë me përgatitje s'po duket që jeni marrë me këtë çështje fare. A është ky dialog i bazuar në parimin e reciprocitetit, siç jeni marrë vesh atëherë? Edhe apo respekton ky dialog edhe marrëveshja të cilën thatë se do ta sillni në Kuvend, apo e respekton sovranitetin edhe integritetin territorial të vendit. Dhe nëse po, atëherë ç'nevojë ka që të merremi vesh me Vučićin për mënyrën se si do të rregullohen gjykatat e Republikës së Kosovës. Pra, nuk është ndërhyrje në çështjet e brendshme të Kosovës, në jurisdiksionin e Kosovës, edhe në çështjet e sovranitetit të Kosovës.
Dhe po ashtu, në pyetjen 5, më vonë thuhet se çështjet që do të dialogohen dhe korniza e dialogut të vendosen me pajtueshmërinë e secilës palë nënshkruese të kësaj marrëveshje dhe të miratohen Kuvendit e Republikës Kosovës. Ju vazhdimisht keni thënë në procesin e kaluar të dialogut që udhëhiqej nga tash zëvendësi juaj zotri Thaçi, vazhdimisht cilët dhe keni potencuar që ky dialog duhet përgatitet mirë, duhet afatizuar dhe çka është më në rëndësi duhet sillet platforma paraprakisht në kuvend që ta dimë se çka do diskutohet edhe cilat janë synimet e këtij dialogu. Dhe tash ju po e bëni të njëjtën gjë të cilën e keni kundërshtuar sa keni qenë në opozitë, pa pruar kurfar platforme, madje as pa diskutuar paraprakisht në kuvendin nëse do duhet shkojë dhe si do duhet të vazhdojë dialogu. Po këtë e keni shkel, jo vetëm pikën e marrëveshjes, po e keni shkel deklarimet e vazhdueshme tuajat për gjatë 3 viteve sa keni qenë si parti opozitare në kuvendin ose në legislaturën e kaluar të Kuvendit të Kosovës. Dhe tash është ironike, madje edhe goxha çesharake mendojnë, që ta dëgjojnë nga grupi i Partisë Demokratike të Kosovës, të cilët kërkojnë afatizimin e dialogut. Po sa kryeministri ishi PDK-s, LDK-ja kërkon të afatizim. Tash që kryeministri u bë LDK-s, PDK-ja po kërkon afatizim. Kjo është vërtet është për të mos ishte qenë për Kosovën, edhe ka strategjike do të kishte më shumë për të qeshur shumë. Po i kthehen pak marrëveshjes e cila është botuar, për cilën natyrisht kërkova nga kryeministri të tregojnë nëse kjo është teksti ose teksti final i cili është nënshkruar. Dhe po ndalim vetëm disa pika, sepse fakti që marrëveshja është në përputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Ashtu është thënë disa herë nga zoti Thaçi që të gjitha marrëveshjet janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Ndërkohë që asnjëra prej tyre fatkeqësisht nuk është as në përputhje me Kushtetutën e as me ligjin e Kosovës. Do t'ju kisha pyetur pra, sa është e rëndësishme për ju, jo vetëm ju, zoti Mustafa, por deputetët që po bëjnë këtë marrëveshje, çështja e barazisë së qytetarëve para institucionit publik dhe para ligjit që është e garantuar me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Dhe nëse është, a nuk është shkelje e kësaj barazie, pika 13 e marrëveshjes në tekstin që e kam përpara, e cila thotë që kryetari i gjykatës themelore të Mitrovicës do të jetë serb i Kosovës, i cili duhet vinë nga veriu i Kosovës. Po çfarë barazie po flasim këtu? Qytetarët tjerë të Kosovës nuk pas kanë drejt të aplikojnë për këtë postë sipas kësaj marrëveshje. Ashtu siç nuk kanë drejt të aplikojnë për postën e komandantit të policisë në veri, i cili është sankcionuar të jetë ashtu serb nga marrëveshja e kaluar në 19 prillit. Pra a nuk po shkilet kushtetuta në këtë pikë? Po shkilet. A nuk po shkilen ligjet e Kosovës në këtë pikë? Po natyrisht po shkilen. Ma tregoni mua në cilin vend të ligjit për gjykatat thuhet që gjykatat themelore ose në gjykatat themelore, në cilin do prej gjykatave themelore në territorin e Republikës Kosovës, kryetari i gjykatës duhet të jetë domosdoshmërisht i një nacionalitetit caktuar. Në asnjërin, përveç në këtë. Pa nuk është kjo shkelje e ligjit. Zoti Hoxha, se ju thatë që është në mbështetje të Kushtetutës. Dhe nuk është kjo shkelje e riparimit bazë universal të funksionimit të Republikës, ku qytetarët në mos kurrë tjetër janë të barabartë para institucionit publik dhe para ligjit. Dhe në këtë po shkelet jo vetëm Kushtetuta, po shkelet vetë ideja o logjika e funksionimit të një republike e në këtë rast të Republikës së Kosovës. Prandaj ju ftoj që këtë marrëveshje ta çkyni ose ta hani, pavarësisht siç ka qenë rasti me marrëveshjen e 10 shtatorit dhe ta ktheni ose parimet e marrëveshjes së shtatorit të qëndroni besnik në nënshkrimin tuaj që keni vendosur me 10 shtator zoti Mustafa. Ato kanë qenë kërkesa, kritere për të cilat jemi marrë vesh, të cilat kanë qenë në interes të Kosovës. Dhe jemi dakorduar të qenë se kjo është rruga më e mirë se si duhet të ecë Kosova përpara. Ju kujtohet për të mirë keni bërë 3 muaj rezistencë karshi këtyre kërkesave, për 3 muaj rresht kemi diskutuar vazhdimisht në mënyrë që ta përpilojmë këtë marrëveshje të 10 shtatorit, të cilën në fund e kemi nënshkruar. Vučićit si bot ball as 3 orë. Kjo është për të hodhur keq. Po ju e dini zoti Mustafa, edhe deputet të e dinë se ministër do të thotë shërtor, apo jo, është në shërbim. Kryeministri bën krye shërtor. As ta tregoni në shërbim të kujt ose kujt po i shërbeni në këtë krye shërbim ose post në krye shërbimin që e keni marrë. Faleminderit.